Andaj ti për shembull e sheh se te femra e huaj muslimani është e xhenemin, e ai tjetri është e epshin. No, muslimani thot kujdes, çtu xhenem ja. Andaj ka thënë alayhi salatu selam, kur del gruaja prej shtëpisë së zbukuruar, i hip ngrihen i shejtan, edhe veç apo. Këtu. Apo a ke pasur ta sill kokën, ti s'do me pa mos tani veç tu, veç pak. Kështu thonë Abdullah ibn Abbasi, vetëm pak thot mashkulli. Mirë po Zotit, pastaj e ul shikimin. Andaj tha alayhi salatu selam, kur e pyetën disa sahabë ja Rasulullah, ndonjëherë na hik shikimi, tha e para është e jotja, e dyta ule. Ama e para me nal një herë, jo me vazhdu me epizoda. Në 40 minuta do njërin, në 40 minuta e shikoj. Jo, e para do një herë me largue. E drita e imanit, çka do të thonë vëllezër? Drita e imanit se Allahu ta çet me dritë imanit ka xhenemja. Xhenemja.